Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Ditën e sotme ka pasur një përplasje mes Edi Ramës dhe Elisa Spiropalit në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku të pranishëm kanë qenë edhe ministrat e kabinetit të qeverisë Rama. Në këtë rast apo shkon Partia Socialiste drejt degradimit dhe shpërbërjes apo përplasjes mes grupeve të caktuara, dhe a ka një zë apo një grup të caktuar që mund të rrëzoj Edi Ramën? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematikat tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Zoti Islami, si mendoni çfarë po ndodh në Partinë Socialiste, ku ka pasur përplasje mes Edi Ramës dhe Elisa Spiropalit, ku vetë Rama i ka kërkuar asaj në një moment që të dalë jashtë, duke qenë se po ironizonte një ministre të Edi Ramës, konkretisht Riona Ismailin, ministren e shtetit dhe parlamentit? Është lufta e përjetshme që kanë komunistët midis njëri tjetrit për pushtet. Çështja është që aty varet kush është më i fortë dhe kush ka mbrapavi më të fuqishme. Praktikisht mbrapavinë e fuqishme e ka ai që është në krye. Ujku alfa i turmës, i lukunisë ujqve, është një ujk që quhet ujku alfa, ai që prind trufën. Pra ujku alfa në këtë rast është Edi Rama, dhe kur shkojnë te preja, do marrë ai pjesën më të mirë. Kështu që Spiropalia dhe kushdo tjetër që mund të dalë, do të nënshtrohet urdhrit dhe diktatit të kryetarit, se nuk ka njerëz tjerë mbrapa që ti thot ta kërcënoj dhe ti thot zotëri, o riurt ose unë të krijova fraksion ta prisha partinë. Pse? Sepse kanë një udhëheqës që quhet Soros. Kanë një urdhërues që quhet Vučić. Kanë një parti, një trashëgimi të tillë politike, kriminale, antinjerëzore, antikombëtare, antishqiptare, të shitur tek interesat e Greqisë dhe të Serbisë. Kështu që unë nuk pres gjë. Unë e di që plak kashte do dalë dhe kjo zonja Spiropali. Nuk e njoh nga afër, s'kam të drejtë të flas për të, por i jap një këshill. O dile fol vojzonj, dil në media dhe fol dhe denoncoj të tërat që ke për të denoncuar, në qoftë se je pastër natyrisht, ose më mirë lirini ato cicmici atje brenda partisë, se nuk i bëjnë përshtypje askujt. Qytetarëve nuk u bëjnë përshtypje njerëz, je sigurt. Kështu që si dojtë ta bëni punën me njëri tjetrin atë brenda partisë, ju prap do lëpiheni me njëri tjetrin. Si mendoni, ka një grup në Partinë Socialiste që është realisht kundër Edi Ramës, duke qenë se vetë Fatmir Xhafaj dhe Elisa Spiropali nuk ishin të pranishme në seancën plenare ku votua pro mbrojtjes së Belinda Ballukut dhe kundër Spakut? Ati mund të ketë jo një grup, po disa grupe. Po kur vjen puna, asnjëri nuk janë bërë që t'i dalë në publik dhe ta denoncojë Edi Ramën. Sepse ai të tëri ka akuar, u ka dhënë ha. Dhe asnjë nuk bëhet burr që të flasë. Do marrim atë Xhafaj. Xhafaj është enverist i kulluar. Dhe nuk ka ndonjë luftë tjetër me Edi Ramën përveç se ideologjinë e Partisë Punës. Ndërsa kjo Spiropali e bën luftën për interes, për xhepin. Spiropali harroi që në ambasadën shqiptare në Berlin ishin punësuar punojëse ruse, ose dhe burra, nuk e di sa qenë atje si qenë, por që i zbuloi shteti gjerman. Pra janë të tërë, janë të lepsur, janë të tërë të infektuar. Janë të infektuar me ideologji, me urdhër, me lek, me prona, me të tëra. I ka në thesë Edi Rama. Dhe mos harroni që Edi Rama e mban në pushtet Kabala, e mban në pushtet Illuminati. Nuk kanë që bëjnë këta Edi Ramës. Po e panë që bëjnë shumë dhe kërcënojnë Edi Ramën, atëherë do t'i marrin, do t'i qërojnë fare, do t'i përjashtojnë në partia, do marrin rrugesër të rinj sa duhet që kanë rrugë, do t'i fusin në Partinë Socialiste, me qëllim që të rrejë Edi Ramën krye si po bëhet deri tani. Ka 13 vjet që kjo luftë po bëhet. Në këtë rast, sa forcë ka Spiropali brenda Partisë Socialiste për të goditur Edi Ramën, apo me këtë që ka ndodhur ditën e sotme, atë mund ta presë edhe përjashtimi nga Partia Socialiste? Dhe nga ana tjetër
mund të përdor ndoshta edhe spakun Edi Rama, siç e ka bërë në shumë raste sa i përket kundërshtarëve politik, qofshin ata brenda radhëve të Partisë Socialiste apo qofshin edhe në opozit. Shiko, ajo mund të dalë e mund të thotë çfarë të doj brenda partisë, sepse brenda partisë ata hanë njëri tjetrin ditë për ditë. Problemi është ka këllë që ajo zonja të dalë të denoncojë Edi Ramën për aferat dhe për krimet dhe për hajdutlëqet që ka bërë, për vjedhjet që ka bërë. Nuk ka. Nuk ka, sepse dhe ajo ka ca miliona euro që se dim se si i ka siguruar e ku i ka siguruar. Pra ne mos prisni gjë. Unë ju them qytetarëve shqiptar, ju drejtojmë nga ekrani juaj. Vëllezërit e mi, mos prisni gjë nga ajo parti. Ajo parti ka trajtuar interesat shqiptare 100%. Jugun e Shqipërisë, që në shkumbin e poshtë e komandon shteti grek. Pa zhurmë, pa bujë, qetë, pa rëmuj, pa shere, i ka vënë një shteti kudo, ka arritur sa bën bashki me minoritet grek, ja ka dhënë të tëra Edi Rama Greqisë. Prandaj është i sigurt ai, nuk e gjen gjë nga faktorin ndërkombëtar. Bën si do qefi, vjen sa i do qefi, ekonomia shqiptare përfaqet zezë, greku në jug të Shqipërisë bën si do qefi dhe ne ngopemi me luk bosh. Jo zotëri, jo. Ka ardhur koha shqiptarë të ngrihen, kur them të ngrihen, do të thënë të ngrihen ta përmbysin. Në këtë rast, një nga figurat që shpeshherë spikat për opozitarizmin e tij është edhe Erion Braçe, i cili shpeshherë qahet me qeverisjen e Edi Ramës, por ende nuk ka dalë hapur për ta denoncuar në mënyrë direkte mënyrën se si qeverisë Edi Rama. Në këtë rast, pse Braçe nuk del hapur kundrejt Edi Ramës, por vetëm qahet me 2-3 denoncime sporadike që bën shpeshherë? Erion Braçe dele dhe ka unisi ata kryshte e vegjit porsa lindur të qenit. Ka unisi temi neve, jo le, ka unis, sepse do që të mbaj të ndosur dhe të lidhur pas vetes elektoratin që e voton. Por Erion Braçe është një lloj si Edi Rama, është komunist si gjithë komunistët që janë në parti, edhe që janë vetë. I ka kot ato që bën, nuk e beson njeri. Ata votuesit e tij po e besojnë, dakord, po s'ka vlerë ajo e folura e Braçes. Do kishte vlerë në qoftë se do mblidhesh të tërë dhe në grupin parlamentar apo në mbledhjen e asamblesë përgjithshme të partisë komuniste të punës socialiste e rilindase shqiptare, i thoshin stop për zotëri se ti je tradhtar, ti je armik dhe ke këto gjëra 1, 2, 3, 4, 5. Të mëftoj mua zoti Erion Braçe dhe komunistët e tjerë partisë të opozitë Edi Ramës. Një vajzë e re e bëri 8-2 Ambrozia Meta Edi Ramën dhe nuk pati kurajo, po si burres në qejta Dibriasës, që ai zoti Zyrës. I tillë burrësh ai dhe e tillë parti ishte ajo. Ata janë parti që vrasin njëri tjetrin zotëri. I filluan vrasjet mbas shpinë me Mustafa Motoritin, Asim Zenelin edhe nacionalist në Partinë Komuniste Shqiptare që qenë gjatë luftës, e vazhduan mbas lufte, e vazhdojnë dhe sot e kësaj dite ata hanë njëri tjetrin. Duke mbetur te Partia Socialiste dhe në situatën në cilën ndodhet, a mendoni se mund shkojë drejt një përplasje të hapur dhe mund të degradojë edhe më shumë se sa Partia Demokratike dhe në këtë rast vetë drejtuesit duke nisur nga Edi Rama, por edhe grupet tjera që mund të jenë përballë njëri tjetrit, mund të eliminojnë njëri tjetrin politikisht? Jo, kjo nuk ndodh. Dhe nuk mund të ndodhë sepse kanë një komandant me vete, kanë një udhëheqës që quhet George Soros. Ka një financues që quhet George Soros. Dhe kur Edi Rama e shikon që është ngushtë, thret,
George Sorosin edhe ata lakejt e tij, spionët e tij, vinë këtu ata dhe u bëjnë 8 këtyre që i në vjen e Edi Ramës. Zotëri, po e them për të disa të njerë dhe e byllën si çështje këtë, sepse nuk kam vlerë ta themi, është parti kriminale në pushtet, është parti antikombëtare, është parti tradhtare, janë të tërë që të vënë në burg për tradhti të lartë. Nga kryeministri të tërë klasa politike, unë kam thënë, ne kemi një klasë politike të shitur, harruat miqësinë e Salim Berisës me Belerin, a harruat, se harroi shqiptarë. Pra, që pozitë është ai? Zoti Islami, çfarë po ndodh me Belinda Ballukun, e cila ka rënë në qetësi, pra konkretisht çështja e së cilës ka rënë në qetësi pas votimit në kuvend ku Edi Rama e mbrojti së bashku me deputetët e tij, ndërkohë një ditë më parë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se ajo po tenton të blej pasaport huaj për t'u arratisur jashtë vendit. Ju si mendoni sa gjasa ka që Belinda Balluku të arratiset jashtë vendit? Në radhë të parë dua t'i them Sali Berishës po beshe mbyllë gojnë se na ke lodhur shumë. Na ke lodhur zotëri me atë ta që quajtur në opozit, ti komunisti Sali Berisha, ti e më komunisti Edi Rama, më komunisti Enveri. Ti e mban atë në pushtet, ti e mban Elisa Spiropa, atë mirëthem Balluku në pushtet, ti o Sali Berisha, ti, ik zotëri, ik, se je fajtor ti, zotëri u kam thënë një tjetër, mos ma quani më as kryetar të opozitës, as kryetar të Partisë Demokratike, as opozitë shqiptare, se praktikisht nuk ka opozitë shqiptare, dhe shqiptarët i shikojnë këto gjëra. Lidhur me Belinda Ballukun, që e mbrojti Edi Rama, dhe që vuri veton në partinë e tij, tregon që askush nuk ka që bën Edi Ramës. Sa mirë disiplinoi të tërë ata dhe votuan për të mos hequr imunitetin asaj zonjës Balluku, a e pat sa kompakt ishin. U thirrën dhe bile madje do të them që dhe shefi me këtë palin për këtë kanë se nuk vajti në votimin për të mbrojtur Belinda Balluku. Zotëri, nuk ka qeveri në Shqipëri. Në Shqipëri ka një grup banditësh, gangsterësh, hajdutësh, tradhtarësh, spionësh, agentësh të tëra ngjyrave që po i bëjnë varri Shqipërisë. E boshatishin, përzën jashtë Shqipërisë forcën punëtore dhe njerëz të aftë për punë, përzën advetarët ata që duan vendin, vjedhin pronat e shqiptarëve nëpërmjet falsifikimit të dokumentave në agjensinë shtetërore të kadastrës, të cilën, po e theksoj fort, Edi Rama e mori në varësinë e tij. Dhe pse e bëri këtë? Që ti vjedhë rehat, të ndryshojë gjitha hartat kadastrale, edhe të vjedhë sa të doj. Ka harruar Katrani me boj, që hartat kadastrale janë të rezervuara dhe të archivuara në diku tjetër, dhe i kemi dhe në të tjerë. Ato që kanë qenë origjinale. Kështu që këto korrigjime që bën ai dhe segmente e tij dhe gazivarët e tij, zagartë e tij në përrethe, nuk do t'i shkojnë. Po ta them unë. Nuk do t'i shkojnë, nuk do t'i marrin dot. Do vijojnë do japin llogaritë. Se kanë lëshuar tani gjithë zagartë e tij të vjedhin pronat e shqiptarëve duke quajtur pronën e qytetarëve të quajnë pronë shteti, hapi turpi. Kujtojnë se neve hambar. Zoti Islami, a mendoni se Gjermania mund të jetë ai vend ose një nga aktorët kryesor që mund ta kpusë Edi Ramën, duke qenë se ka qenë mjaft e ashpër në rastin e Belinda Ballukut, sidomos në adresimet që kanë ardhur nga Brukseli, duke quajtur atë si moment kritik sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian? Gjermania është e vonuar në këtë pikë, po dhe që kur të dojnë nuk ka që bënë, sepse thash dhe njërë tjetër, Portmadore, Illuminati, Kabala, Komiteti 300-ve, Rothschildët, janë ata që komandojnë botën mërëdhëtëri. Ata janë po bëjnë luftën me Iranin, do pyesin ata për një Edi Rama aty. Do të arruajnë që s'bën Edi Rama se u duhet. Nuk ka qarë bënë kurkush. As Gjermania, as Franca, as Italia, as një drejk vetë birë. Ne dy vënde kemi miqë në Evropë, Gjermania, Austri, por nuk mund të ndërhyjnë direkt. Qëse kanë mundësi Gjermanët të sjellën ushtrin këtu. Të sjellën ushtrin, të vënë ligjin gjerman, disiplinën gjermane të çrohet kjo klasë politike e pështirë. Po sa i përket spagut, si e shikoni, a do mundet spagu që të shkojë në zyrën e Edi Ramës teksa ju afrua me anë Ballukut, por tashmë duket se ka rënë heshtje
A mendoni se do të ketë një goditje surprizë për Edi Ramën? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. E kam thënë në mënyrë të përsëritur, e kam thënë dhe kur vendosëm këtë komunistin Rodian Brahon që e vunë në krye të SPAK-ut, thash nuk do bëj asnjë gjë dhe praktikisht koha po më vërteton se dhe në intervistat me juve i kam thënë këto gjëra. Unë dëgjoj zotëri, unë nuk jam Kassandra, po unë di si veprojnë komunistët dhe si e kanë politikën e tyre për perspektivën. Komunistët punojnë sot për mbas 100 vjetës. I kanë siguruar vendet edhe pronat e shqiptarëve i kanë marrë vetë, transgimin e kanë marrë vetë, kanë një sistem të jashtëzakonshëm të këtyre simboleve komuniste që janë të patunura në Shqipëri, plus që ushtuan dhe simbolet hebreje, qendra e Tiranës, sheshi Skënderbeu bë piramidë, a dini që është piramidë? Shkoni shikojeni, është piramidë sheshi Skënderbeu. Ato ndërtesat të Bashkia e Tiranës që janë të stilit hebre, që fut, ca statuja metalike që janë as duke ditë që drejt janë, o vetëm as nuk shprehin gjë, janë hequr dhe nuk ka asnjë simbol, asnjë bust të herojve të popullit shqiptar gjatë kohërave, gjatë historisë. S'ke asnjë. Pra, është zhdukur çdo shenjë kombëtare. Këtë komunistët e kanë bërë me urdhë të prerë të Sorosit dhe të Illuminatit dhe duan të zhdukin çdo gjë shqiptare në Shqipëri, çdo gjurmë. Pra, mos shpresoni se mund të bëhet gjë. Asnjë gjë. Përjashto kryengritje e përgjithshme, po. Zoti Islamit, kalojmë pak në lindjen e mesme sa i përket luftës me Iranin, ku pavarësisht se presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se po zhvillon negociata, sot 2500 marinca kanë zbarkuar në lindjen e mesme. Në optikën tuaj, çfarë po ndodh në luftën me Iranin? Dale se nuk e përcaktove në cilën lindje të mesme, se s'po të kuptoj. Në Iran jo. Jo, nuk kanë zbarkuar në territorin iranian. Kanë zbarkuar në pikat caktuara të lindjes mesme. Kanë vajtur për të bërë xhiro, ose për të lënë kokën atje. Sepse Irani nuk pushtohet zotëri. Është vendi pa pushtueshëm. Ka një terren, ose ka terrenin në favor të tij. Është në vend të tij, është përgatitur me kohë që mund të shkojnë trupa, sot i bëjnë 2500 marinca, jo 2500 zotëri, dhe 250.000 marinca nuk kanë çfarë të bëjnë Iranit. Irani ka 1 milion ushtar aktiv, ka një armatim super modern, ka një gatishmëri, një disiplinë të jashtëzakonshme që mburon nga dëshira e popullit dhe ushtrisë iraniane dashuria e tyre për vendin e tyre, nuk kushtohet Irani skot. Ky që budallë, po që bëri gafa që bëri ky Donald Trumpi. Donald Trumpi ka hyrë detit me këmbë zotëri. Është i humbur, është i dështuar aty. Praktikisht është dështuar. Pse nuk vjen? Pse nuk hyn në Iran? Pse nuk shkelin? Dhe shkelin. A janë me fuqi, me armatim, me diun, dhe shkelin. Nuk do bëjnë me këmbë, ta them unë. Po nëse hyn në Iran, çfarë i pret sipas jush? Vdekje e sigurt. Absolutisht vdekje e sigurt. Duke mbetur te argumenti juaj sa i përket hyrjes në këtë luftë nga ana e presidentit amerikan Donald Trump, së bashku me Izraelin, ka pasur një telefonat të tensionuar me zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance dhe kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu, duke i thënë këtij fundit se jetia ishte na shtyre në këtë luftë, duke thënë se është shumë e lehtë për ta rrëzuar regjimin iranian. Të paktën kështu raporton agjencia e lajmeve Axios. Ju si e mendoni, ka nisur një përplasje tashmë që amerikanët e kanë kuptuar se kjo nuk ishte aq e lehtë për të luftuar me Iranin? Kjo është shumë e turpshme. Është jashtëzakonisht e turpshme dhe shumë diskredituese për shtetin amerikan dhe për presidentin amerikan. Ky është shoku i zëvendës presidenti i Amerikës. Kur mori vendimin ai shefi i tij, Donaldi, që të sulmoj Iranin, duhet i thosh hajde këtu zotëri kur po çon mushka. Se ateti nuk hyn dot. E ke studiuar terrenin, vendin, njerëzit, ushtrit, armatimin e tjera se ke studiuar ku vete. Dhe për këtë shkak
Trumpi thirret edhe është thirrur vazhdimisht ka 2 javë, 3 javë që është thirrur në Kongresin Amerikan dhe në Senatin dhe po jep llogari, sepse Trumpi ka shkatëruar shumë asete dhe bazat e Amerikës vetëm sepse vate u fut në Iran. Deri më dje ato bazat amerikane rreth në vendet arabe kufi me Iranin si kishte prekur njeri. Ai vajti nga smoi u bë shërbëtor i Netanyahu, po turp të vjen, po turp nuk u vjen, më nuk thon i na mashtroi. Po sigurisht po çajini u karamajini, u gënjeu me një karamele Netanyahu, burra shteti janë këta. Po jo më zotëri se ti po qeverisje e vënd president i një fuqie botërore, ku të çon mushka. Si i thua këto budallë që kështu? Unë habitem si diskutojnë, si klasin kështu këta. As pak serioz në politikë. Dhe i thot Netanyahu na mashtrove. Ja, unë jam Netanyahu. Ta bëra mirë, vëlla, për lumt. Ishe budalla ta hodha. Në politikë kështu janë gjëra, nuk janë me Aman e Derman. Zoti Islami, çfarë po ndodh aktualisht në lindjen e mesme dhe konkretisht në luftën me Iranin? A ka vërtet përpjekje për të vendosur paqen përmes një marrëveshje ku duket se është i përfshirë dhe Pakistani, apo në këtë rast SBA-ja dhe Izraeli do të vijojnë më tej luftimet? Pra, në këtë rast a mund t'i besohet Donald Trumpit që një ditë thot një gjë dhe një ditë një gjë tjetër? Dëgjoj, ai do që pa diskutim që do paqen dhe pushimin dhe pa diskutim që do të tërhiqet. Po do që të tërhiqet situacion me një farë nderi, me një farë personaliteti, se nuk mund ta quaj veten të mundur nga Irani, se praktikisht është mundur zotëri. Praktikisht Irani e ka mundur Amerikën. Na pëlqen apo s'na pëlqen neve. Dhe kjo fal gafës që bëri ky Donald Trump, që vajte nga smoj dhe goditi një shtet që s'ka lidhje fare me të. Irani e ka luftën me Izraelin. Izraeli dhe t'i dalë vetë zot vëndit tja. Kurse del do të zot, të rrjet të mos kruhet. Pra, në rastin konkret, Irani e ka të drejtën njerëzore, morale, qytetare, hyjnore, të drejtë të zoti për të mbrojtur dhe për të goditur kudhëm shumë, ndash Amerikanëve, ndash Izraelitëve. S'kan punë atje. Po si është e mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Izraelin nuk e kanë analizuar që në fillim të, po themi, fuqinë reale të Iranit, por u nxituan duke ndërmarrë një sulm të tillë? Pra të pyesni Trumpin, jo mua. Se që të bëj kryetari i shtetit, i superfuqisë, presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë, të bëj një po e them shqip këtë gomarllok, kjo është e pafalshme. Ai mund të jetë ekonomist shumë i mirë, mund të jetë biznesmen shumë i mirë, por nuk është fare politikan. Se ka iden fare. Mendon që duke qenë e fuqishme Amerika edhe do t'i shkel të tërë. Jo më do të rejë, s'kel do. A nuk e mendoj ai që Irani do merrte armatime të sofistikuara, qoftë nga Rusia, qoftë nga Korea e Veriut? Këtë gjë se mendoj, këtë gjë nuk e dinte, por nuk është problemi aty. Po Shtetet e Bashkuara nuk do të mbrojnë dot as Taiwanin nëse pasen se kur të shkojë Kina për ta marrë. Po as e mund nuk do ta mbrojnë dot. Me këtë politikë që ndjekin. Dhe me këta drejtues të politikës amerikane. Zotëri, thash, Donald Trumpi i ka hyrë detit me këmbë. Nuk ka gjën të rezi me këtë që po bërë. Aq sa fituan në Vietnam, aq do fitojnë dhe në Iran. Në Iran njerë kanë akoma më të madhe humbjen dhe dëmet. Po shpresoj që ta mbyllin këtë veprim të turpshëm, të luftë të turpshme që filluan me Iranin, ta sfresin atë Izraelin dhe t'i thonë tani qëro u shkom futu ati në shtëpi tënde, armë nga në skemë, mbështetje nga në skemë, dili zot vendit. Nëse preket Turqia, rrezikon edhe Ballkani në këtë rast? Jo, s'ka punë me Ballkanin fare. S'ka punë fare me Ballkanin. Po sa i përket shtetit shqiptar dhe vetë Kosovës, çfarë janë duke bërë aktualisht teksa Serbia nga ana tjetër është duke u armatosur me raketa që i blen nga Kina dhe Rusia?
I lind detyra Amerikës që të na armatosh dhe neve dhe Kosovën me raketa dhe me armatime moderne, super moderne. Po desë, po të mbaj fjalën që kanë dhënë. Po na shiten dhe të na sheshin. Duke mbetur te lufta në Iran, si mendoni, sa mund të zgjerohet ky konflikt dhe a mund të shkojë drejt një konflikti mbar botror? Në qoftë se Amerika dhe Izraeli vazhdojnë dhe vazhdojnë luftën dhe mund edhe në qoftë se tentojnë të përdorin armë bërthamore, atëherë bota shkon drejt çfarosjes. Sepse armë bërthamore ka Kina, ka Pakistani, mos e harroni Pakistani në bë musliman. Nuk e sa do që të kenë divergjenca me Iranin, po kur vjen puna do ta mbrojnë vllai vllan. Dhe Izraeli këtë e di, dhe Amerika këtë e di. Irani paralajmëroi, uaqoi raketa në Diego Garcia. Uaqoi. 2, jo 1. Pra u dha sinjalin që shikoni se me mua nuk luhet. Po vazhduan dhe të vazhdojnë. Mirë po, sot janë raketat balistike ndërkontinentale, të cilat duhet të merren në llogari kur bëjnë ulët, kur tullen tavolinë të bëjnë llogaritë dhe bilancet e luftës dhe të fitoreve dhe të rezultateve, Amerika duhet i marrë në konsiderat se nuk e kanë vështirë të dërgojnë armë bërthamore dhe në Amerikë, se do bëhet Rusi me Iranin kundër tyre. Pra situata është jashtëzakonisht e asaruar dhe është idiotizëm, është vetvrasje, është harakiri që po bën Amerika me Izraelin. Amerika me Izraelin do të po bëjë një harakiri, vetvrasje. Zoti Islami, dhe pyetja e fundit, a mendoni se plani 15 pikësh që ka paraqitur Donald Trump ndaj Teheranit do të funksionojë për t'i dhënë fund kësaj lufte? Jo, ka Irani 6 pika. Nuk janë vetëm 15 pikat e Donald Trumpit, se Donald Trump i bën llogari që t'i vej nafta në çesmën e tij, jo zotëri. Irani ka llogaritë e tij, ka problemet e tij dhe ka kërkesat e tija për të ruajtur naftën, për të ruajtur pavarësinë, për të ruajtur ekonominë, për ta çdëmtuar sepse i kanë bërë dëmet e jashtëzakonshme. Tjetër punë që i përballon se është shteti i madh, po dëmet i ka hapësuar shumë të mëdha. Pra, ato pika që ka bërë Trumpi, marti fushicitar tavolinës që mbeten që shikojnë historian mbas 200 vjetësh. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.